Nëse keni probleme me gërhitjen, provoni këtë recetë dhe do na falenderoni. Sa herë ju ka ndodhur të zgjoheni gjatë natës dhe të ndërroni vend apo të mos gjeni qetësi pasi partneri që keni në krah po gërhet? Me siguri kjo mund t'ju ketë ndodhur me 10 herë, por në fakt ju duhet të dini se ekziston një recetë e cila është tërësisht natyrale që do t'ju trajtojë gërhitjen dhe ju do të bëni një gjumë më të qetë. Përbërësit që do t'ju duhen për ta përgatitur këtë recetë janë një kokër limon, një rrënjë ginger, një moll dhe gjithashtu ju duhet një karrotë dhe 200 ml ujë. Lani fillimisht mollën dhe karrotën. Pastaj qërojeni dhe kalojeni në frulator, shtoni limonin dhe rrënjën e xhinxherit dhe vazhdojeni kështu përzierjen përsa kohë të keni përftuar një lëng të ujshëm. Më pas, bashkojeni me ujin e vakët dhe pijeni 2 orë para se të flini. Acidi citrik që gjendet tek limoni eliminon toksinat dhe pastron mushkrit.